Mirë, pas pak do takojmë një vajzë jo vetëm të bukur, por edhe të mençur. Edhe të mençur. Kështu që do flasim për një mis me origjinë kështu nga të parët e saj nga Shkodra, që në fakt nuk kishte rrjet social, aplikacion, sidomos në Instagram dhe në TikTok, që nuk dilte duke kënduar një këngë të vjetër kushtuar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Interesante, një mis që përfaqëson një shtet në këtë rast si Amerika, në një kompeticion si që është Miss Globe, të prezantohet duke kënduar një këngë të vjetër për Skënderbeun. Video bë shumë virale gjithandej, edhe ne kemi kontaktuar me të, do t'jetë pas pak gati për ta mësuar më shumë dhe për ta kuptuar se kush është kjo. E kemi më duket tani. Po, me gjithë kurore kemi. Po ti e Merita e din këtë këngën? Trimbi trimat. E di pak, po nuk e di edhe shumë, është një këngë e koreve që këndohet goxha mirë, kështu që do të më pas guximin me këndu një këngë tillë. Po nëse nuk e din ti dhe unë. E din dikush tjetër që është në këto momente. Ta nisë këtë intervistë duke kënduar vetëm pak këngën, e di se atje është heret, është ora duket 4 e mëngjesit, nëse nuk gaboj. Ja sa bukur e këndon. Samantha, mund ta këndosh vetëm pak të lutem në hyrje të kësaj bisede? Është shumë herët këto në Amerikë, është kora 4 gjysmë natës, ale nuk du me që familjen, se nuk du me kënu shumë. Këtë drejtë. Trimbi trim, aj Gjergjo Kastrioti. Bravo, jo. E mirë kuptojmë pa diskutim. Ne kemi edhe në video si e ke kënduar ti. Vetëm një pjesë ta lëshojmë Merita për shembull jasa bukur është prezantuar ja. Këtu veç ku ka pas mundësi Samantha që t'interpretoj, e ka këndu goxha bukur dhe i ka lënë pa fjalë të pranishmit të cilët ishin në këtë event. Edhe njerë Samantha, faleminderit shumë që ti na ke pritur për këtë intervistë në programin për të mbar drejt për drejti në televizionin natyrisht 21, sepse edhe ne duam të njohim më shumë këtu në Kosovë. Ndërsa ne thamë se video u bë virale, ndërsa Samantha është me prejardhje shqiptare, por njëkohësisht ka përfaqësuar Amerikën dhe ka marrë titullin e më të bukurës në Miss Globe USA. Është kështu? Po. Dhe ke përfaqësuar natyrisht Amerikën dhe natyrisht në Miss Globe, që ke dalë shoqëruesja e dytë nëse nuk gaboj? Po, kam nga shoqëruesja e dytë e Miss Globe, ka kanë me 15 tetor në Tiranë. Në Tiranë. Dhe flet ka bukur të folmën e Shkodrës. Shkodrane. Më thuaj paksa kombinimin nënën, si ishte babai nga Shkodra, nëna nga Ulqini, apo si ishte? Mama e kam për Shkodrës, babai për Ulqini. E kundërta. Shqipin për mams. Dhe ti e lindur dhe rritur pikërisht në New Jersey, No, në Connecticut, këto në Amerikë. Okej, ja mësuam edhe diçka. E di që më duket në këtë ato talentin tënd, ti nuk je këngëtare, por për këtë këngë nuk e di sa ke bë prova, kam dëgjuar që ke bërë shumë prova me një mësuese të muzikës. Po, kam pas një mësuese ka pas emrin Nika Veseli, edhe aja më ka gjeti këtë këngë. Kam dosh me kënu diqa patriotike, edhe si përfaqësoj Amerikën, kam dosh me kënu i këngë shqiptare, se numër 1 i ftajtonëve se jam vaj shqiptare. Edhe qysh moj, një herë në javë kam kanë të praktikuj këtë këngë, se kam dosh me kënu bukur, edhe kur nuk e kam kënu një këngë shqiptar, as nuk kam kënu a cappella. More shumë duar trokitje, u pëlqye shumë. Çfarë të thanë më pas të pranishmit? Çfarë komente more? Kam marrë shumë komentat për njerëz gjithkund nëpër botë, kam qenë shumë gëzume se kjo është një këngë patriotike, edhe shumë herë nuk e nin për shembull fëmijët e diasporës se din si me fol shqip, as nuk din për shembull se me thlu shqip. Edhe kam qenë shumë patriotike për këtë moment, kam qenë shumë me emocione, e shumë gëzume se kam pas mundësi me kënuj këtë këngë, se kja këngë nuk ka qenë veç për mu. Nuk kam kënuj këtë këngë se kam dosh me fitu Miss Globe, kam kënuj këtë këngë për tanë Shqipnin, edhe tanë diasporën e Shqipnisë. Karelli.
Atëherë, na thuaj pak sa, sepse edhe nga regjia, jemi pak në kështu konfuzion, po ngatrohemi, ti e ke mbiemrin Shkreli apo Sarelli? Apo e ndrove? Sarelli, pa me gjak jam Shkreli. Okej. Se Shkreli është aman shkodranqë. Shkrel, ku eksion edhe vendi Shkrel. Kur e shtartë jam të di, çfarë të tha mësuesja muzikës, e këndove mirë këngën? Ka kanë shumë gëzume, shumë krenare, se kam kënu, ka kanë shumë krenare se tanë diasporën e shqiptarës, kam marrë shumë komentat për tanë me, edhe kam kanë shumë krenare për i këtë moment. Unë kam pas shumë emocionin njatë ditë kër kam kënu njatë kongë, se edhe kam kanë shumë e smuar. Nuk e kam ditë, a kam e pas mundësi me kënu njatë kongë, se zani jem nuk e kam pas mirë, se kam kanë smuar, pa kam pas mundësi me kënu, është një moment se kur nuk mundu me harru. Pa tjetër, ndërsa synimi ishte gjithashtu që ta marrësh titullin e më të bukurës, na fol pak për paraqitjen, si rodhi kjo paraqitje, ke bërë prova, në fakt i merresh me këtë profesion lirisht mund ta quajmë, dhe e prite këtë çmim? Ka një titull kur qenë adoleshente, pak më e në vitin vogël. 2000 madje. Po, kam shku tesh për mish tesh 7 vjetë, 7 vite. Kam kënë para 5 vite Miss Connecticut Teen USA, është Miss Adoleshente për shtetin tem këtu në Amerikë ku jetaj. Qysh njëtë ka këni moment shumë e veçantë për mu, kam kënë shumë gëzume se kam majti këtë titull, se kam shku te Miss Adoleshente, se është ma male këtu në Amerikë. Qysh gjatë kohë kam ba shumë punë kundër trafikimi njerëzore, sa është një probleme shumë e male në për botë. Kam ba shumë punë për diasporën shqiptare, jam këtu në Amerikë, jam vice president për një organizatë se ka emrin Shoqata Ulqini. Na bëjmë shumë punë për njerëz popullin shqiptar me ndihmu komunitetin. Bëj shumë punë kundër trafikimi njerëzore, kam ba një program në Spanish edhe në Anglisht me mësu fëmijët si janë në shkollë mesme që është trafikimi njerëzore, edhe se mundëm na me nali këtë problem, sa është një probleme shumë male gjithkund nëpër botë. Po sa qëreshtë në Amerikë përballeni me sfida të tilla, dhe po besoj që kjo ka qenë edhe esenca, sepse ti nuk e dash të identifikosh si një vajzë, ku e dim se miset në përgjithësi identifikohen si të bukura, por esenca është që të kontribosh diçka për komunitetin, si një vajzë e bukur që përfaqëson Amerikën, i bie që ti jesh prezente në tërë botën, por të kesh edhe virtyte të tjera. Po, i tiftoj të anëve se bukuria është po fund. Na mundu mi tesh me shku në Instagram o Facebook, mull është me hapë, i ke bëllë vajzat bukura. Po për mu i kja titull është ma shumë se veç tisha për bukurisht. është një platform me një mu tjertë. është një platform me folë për gjana se janë shumë e rëndësishme male në për botë. Unë e përdori këtë titullin për diasporën shqiptar, edhe kundër trafikimi njerëzore, se është një probleme shumë male në për botë. Se nuk du me kemë veç i vaj, se veç i qitë fotografitë e bukur në Instagram, edhe nuk bën kërgja tjetër me këtë titull. Kam qef me pas impact. Nëse të takon Donald Trump në këto momente të thotë që këti profesor në Amerikën pse ke kënduar një këngë të Skënderbeut, çfarë i kishe thënë ti? Numër 1 jam vajzë shqiptare. Jam vajzë shqiptare, jam li e rritë në Amerikë, përfaqësoj Amerikën, jam krenare si përfaqësoj Amerikën, për numër 1 jam shqiptare. Bravo. Më thuaj diçka, ti flen me kuror edhe me fasho? Ja. Shaka ishte. Të rinë shumë bukur edhe kurora dhe fashe. Jam që herit së, në më duket që shtu kam pas nevoj me fjetë. Duke na respektuar dhe neve, të falenderojmë për kohën. Prindrit e di që të mungon shumë gjysh apo gjyshe, kë ke në Shkodër, që shkon e takon shpesher? Gjyshe jam e jeta në Shkodër, ale doja jam me familjen e vetë. Çfarë të tha gjyshja, më tërgo pak sa, çfarë të tha kur të dëgjoj duke kënduar dhe këngën për Skënderbeun? E kam pas njët natë kur kam kënë të knujët kong, e kam pas mamen, edhe 2 daje të të më pa live, edhe gjyshe jeme e kam diftu videon ma vonë, edhe tonë kam pas latin sy, se është një moment shumë emocionue,
Eller kena kanë shumë gëzume se ashtë I këngë patriotike se nuk e njën shumë herë. Kur kam zgjallë këtë këngë, kur mësuesi jeme ka zgjallë këtë këngë, na nuk kena dash një këngë shumë e famshëm për shembull, si Kuqezi. Kena pas çift isha se është ndryshe, edhe nuk e njën shumë. Edhe kjo këngë për Skënderbejut ka kanë një moment shumë patriotike për tonë shqiptarët. Edhe e shoh një video aty ka kanë mama jeme tu bakshtë me lotin sy. Ka kanë shumë krenare. Ti në fakt ke profesion edhe si avokate dhe ato çështjen që ti the bën shumë mirë ta ngresh zërin lart edhe tashmë si një vajzë që pëlqesh edhe natyrisht me titull misi. Por atë ka shkruar dikush në një producent duke thënë që moj Samantha pas ke zërin e mirë, ata bëjmë një këngë, do të pranoje? Kam marrë dhe mesazhe ashtu, që se kisha hap një derë, si më ka pëlqyu, unë e kisha ba, si më pëlqen me knu, po tash po shohim që kamenon tash next. Tash e ke bukurin, do me thënë ato që e ke zgjedhë që të përfaqësosh dhe po besoj që do të vazhdosh edhe në spektakle tjera të bukurisë. Muzika si një opcion, pjesa e avokaturës tjetër. Ku e gjen vetën më shumë dhe në cilën do të orientohesh më shumë? Apo do të shkosh në mënyrë paralele? Kam qef se jem të shku për mes, edhe kam qef se për mua është gjamon me shku për avokate, se kur I avokate më lesh me një mu sa shumë njerës se ke mundësi. Edhe një të marrën si shumë për mu për të tana, është me një mu tjertë, edhe me përdori këtë titull se kam me një mu tjertë. E prindrit me çfarë merren? Edhe ata janë avokat, edhe ata janë kaq të bukur. Po, mama është në krybashkisë këto e të vendi të shteti ku jetojmë na, edhe baba jem ka një kompani. Bukur. Po, ata nga cila pjesë të shtyrë më shumë që të punosh? Ku ju pëlqen atyne që ti ta vazhdosh karrierën tënde? Mama jeme, baba jem, që se kam kene vogël, ma kam thonë mu se ti e le rrit këto në Amerikë, ti mundesh mu ba që ki qif me ba ti për shembull. Ma kam diftu për shembull gjithmonë e thot në anglisht follow your dreams. Ta në andrët tuja kanë mundësi me realizu këto në Amerikë. Edhe për shto printe mi e ka në dorë të mi, edhe jem shumë gëzuar për I këtë gjë se kam pas gjithmonë për shembull forcën e prindëve e mi, ma kanë gjithmonë më kanë besu se mundë me bë gjithçka. Po, mbështetjen e ke pas prej tyre, por jo imponime, mund të realizosh ëndrat e tua. Dhe Amerika me të vërtet të jep mundësi nëse veçdon që të realizosh ëndrën. Ashtë më tepër që ke lindur atje. Po, a e ke realizu ende ëndrën tënde? Po, gjithmonë kam pas ëndrën me përfaqësu Amerikën, se Amerika është I vend shumë e madhe, edhe për një vajzë shqiptare, I vajzë se ka prind imigrantëve, është I gjë shumë e madhe, kjo ka kanë një ëndër madhe. E ëndër tjetër se kam qef me hap një organizat aty në Shqipni, edhe në Kosovë me një mu vajzat se janë abuzume, edhe njerëz se janë trafiku. Se është I probleme shumë madhe në përbot. So, kjo është një ëndër tjetër se kam qef me pas. E kur do ta realizosh? Je duke punun këtë drejtim? Nuk e di kur mund me realizu, se është një gjë se ka nevoj kohë me ba. Po inshallah ka me realizu tash ndoshta 2-3 vite, ndoshta ma heret, po shohim. A vjen shpesh në Shqipëri, në Malzi, në Kosovë nuk e di, po besoj edhe në Kosovë. Për gjithën vjetë se alo e kam familjen atë. Dhe kam dëgjuar që ti ke refuzuar disa djemë simpatik sepse ata ishin Amerikanë dhe duhet të jetë ai I ëndrave vetëm shqiptar, e vërtet? Për mu që është më rëndësishëm numër 1, se është ideal I mirë me karakter. Se një të më rëndësishëm, po me gjithë ideal shqiptar, kishe kënë edhe më mirë. Edhe më mirë. E diftaj tonëve, se është më rëndësishëm nërë tana me gjithë një kësh me karakter mirë. Po pra, me pëlqy dhe me kalu me që një lidhje e mirë. Me qenë shqiptar në rregull, por jo domosdoshmërisht. Më thuaj një person që është edhe I bukur, shqiptar,
I bukur, është simpatik, por është edhe i zgjuar, sipas mendimit tënd. Mund të jetë një vajzë, mund të jetë një djalë, mund të jetë një burr, një grua, por që ty të pëlqen e ndjek. Më falë se nuk e kuptoj shumë mirë këtë pyetje. Okej, një shqiptar që ty të pëlqen e ndjek, që është edhe simpatik, që është edhe bukur, por është edhe e zgjuar. A ke një emër ti që e ndjek? No, për momentin. Për shembull është, po e përmendu një, se nuk e di nëse po e ka të qartë. Për shembull Dua Lipa. Po. Është Një mund të bukur jetë. edhe Rita zgjuar, Ora. presën shumë mirë. Këta janë emra që janë dëshmu në tërë botën, por mund të jetë ndonjë person tjetër që ndoshta nuk është i njohur shumë në botë, por që ti mund ta kesh si model që të pëlqen dhe ndjek veprimet e tij ose të saj. Mund të jetë për shembull një malsore e saj, Emine Çunmulaj, që vazhdon të veproj edhe ka... Emine Çunmulaj bën shumë mirë punë mirë për komunitetin. Është edhe shqiptare tjetër, ka kanë Miss Universe Albania 2019, Cindy Marina. Po, Është një tjetër. edhe kjo Shkodra, jo është martuar Shkodrane. Që më pëlqen shumë. Bukur. Mirë, Samantha, faleminderit një herë për kohën. Urojmë të realizohen gjitha ëndrat që ti ke, sidomos ajo më kryesorja natyrisht, që tregon që ne vetëm je e bukur, por e zgjuar edhe kështu me hapa, me plane vërtet që japin fryte dhe ndihmojnë krejt komunitetin. Suksese. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua. Shumë faleminderit. Gjithë mirë, të përshëndesim, suksese. Suksese në cilën do fush që vazhdon tutje, qoftë në punën për komunitetin, në prezantimin e bukurisë shqiptare, apo ndoshta edhe ndonjë rrugë tjetër. Tani vetëm gjumë. Shpresoj që nuk na ke sharë, sepse të kemi zgjuar nga gjumi, por është dashur të njohim edhe ne në Kosovë. Faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Mirupafshim.